Kujtja mirë të mendja, aplikoni sot buke në flok dhe rezultati do ju befasoj. Soda e bukës ofron një sër dobish për shëndetin ton, ndonse janë të shumë persona që nuk i njohin dobit e papara që ka për flokët tanë. Ky produkt natyral favorizon në rritjen e flokëve, eliminon zboktin dhe i bën më të fortë, gjithashtu eliminon acidin në flok, një nga përbërësit kryesor për dobësimin dhe këputjen e tyre. Por si të përgatisni një shampo me sodë, ju duhet një gotë ujë ku duhet të hidhni 3 lugë sodë buke. Shtoni dhe disa pika nga shampoja juaj e preferuar dhe përzijeni mirë, por kujdes që të mos bëni shkum. Me shampon e krijuar lani flokët mesatarisht 3 herë në javë, por gjatë larjes lëreni të veprojë për 5 minuta. Soda e bukës sipas ekspertëve është një produkt i shkëlqyer natyral dhe brenda pak ditësh do të shikoni ndryshim të papar në flokët tuaj.